Kthyem në studio, tash është momenti t'i kuptojmë të rehat nga moti si çdo javë dhe sot e kemi kolegun tonë Mendim Nurkova, i cili do na tregojë gjitha detajet. Mirë mëngjes, Mendim. Mëngjes Vjosa. Si je? Mirë, faleminderit, mirë. A po atë një vikend të mirë, po besoj moti ka qenë mirë. A ke bën ndonjë plan, a çka ke bu këtë vikend, tregona pak. Jo, ma shumë kam shëtit në Prishtinë, po në përgërmi edhe ditën e djeshme ka qenë kohë muat e mirë. Edhe ngërmi kohë ka pas njerëz ditën e djeshme. Edhe tash po pritet tamam me hinë në fazë pak më stabile muatet, kështu që edhe me pas pak më shumë. Edhe temperatura më të larta, po parashihen do të temperatura më të larta. Edhe ndoshta në përgjithësi gjysmujori i parë i shëshuar po pritet me kalu pak më i nxehtë, në krahasim me majën që ishte më i ftohtë, edhe plus edhe pranvera që i pa temperatura do thotë nuk ka edhe tepër e ngrohtë në krahasim me vitin e kaluar, po do thotë maja ka qenë tepër më i ftohtë edhe temperaturat e ka pas më të ulta. E tash këto javë po pritet me qenë më nxehtë. Bashkë po shohim të slajdi por do thotë të shohim ecurinë e temperaturave ditore që ka qenë përgjatë muajit maj, po shihet se do thotë fillimisht ka filluar kogja i ngrohtë një herë me temperatura ditore edhe deri 20 gradë Celsius, po mandej 50 ditë që dytë i kemi temperaturat këtë ulta madje këtë me ngjyrë të katër që po tregojnë se do thotë kanë qenë në vlera normale. Madje me 16 maj regjistruhet edhe temperatura ditore 6.5 gradë Celsius, do thotë mesatare, edhe maksimale edhe minimale, 6.5 gradë Celsius, që është më ulta prej majit vitit 2004. Edhe përshihet që edhe mandej në përgjithësi do thotë këta 40 ditë të fundit kanë qenë kogja të ftohtë, do thotë temperaturat e ulta, shumë vetëm pak lehta që kanë dalë mbi mesatare për 20 deri me 23 dhe me 27, për ndryshe janë tepër më të ulta temperaturat. Sa i përket treshënave, me treshëna në bazë matjeve personale 54.4 mm që janë akumulu në Prishtinë gjatë këtij muaji, që janë vetëm për 2 mm pak më shumë, për ditë me reshe kanë qenë 11, që janë gati 6 apo 7 ditë më pak prej mesatarëve për periudhën 1989-2010. Si ditë më të lagështa i kemi pas me 16 maj, do të thotë deri 19 mm treshëna që janë regjistruar, edhe me 24 14.6 mm, po përndryshe përgjithësi ka pas mirë treshëna. Vlen me përmend maj 2005 që ka qenë vlera më e lartë për 50 mm, edhe më duket mas 2010, mandej është edhe një periudhë ka fundi diku që është regjistruar deri në 50 mm, do të thotë këtu mund me qenë si rrebeshë më dendura të shiut. Ecim të temperaturat maksimale edhe minimale, do thotë të slajdi jashëm. Temperaturën më të lartë patëm me 3 maj, 27 gradë Celsius, ajo ka qenë më e lartë gjatë këtij majit. Edhe në përgjithësi janë vetëm 2 ditë verore kur temperaturat maksimale shkojnë mbi 25 gradë Celsius, edhe ato do thotë vetëm me 3 dhe me 4 maj, që janë 6 më pak prej mesatareve, 2009 ne kemi pas edhe 18 ditë, atë ditë tropike, do thotë me temperaturë maksimale mbi 30 gradë Celsius, këtë muaj majit që janë regjistruar fare. Mesatarisht duhet me qenë tikon 3 ditë, patjetër vlen me përmend në vitin 2003, kur janë regjistruar 4 ditë me ditë tropike, do thotë me maksimale mbi 30 gradë Celsius, edhe ato i kemi pas këtë në fillim të muajit. Sa i përket minimaleve, e kemi me 14 maj 2 gradë Celsius që është regjistruar më e ulta, përndryshe ditë me ngrica s'ka pas, kjo është pozitive, do thotë, edhe pse janë shumë të rralla në Prishtinë. Viteve të 50 janë regjistruar një 2 edhe në 2011 një ditë. Me cekë edhe të temperaturat maksimale, me 16 maj e kemi pas më të ultën 7 gradë Celsius, që kem të mordhi ato ditë, edhe kjo ka qenë më e ulta prej vitit 1991. Do thotë mundet me ra deri në 8 gradë Celsius apo 9, po 7 gradë Celsius do thotë prej vitit 1991 s'ka pas kur një ditë më të ftohtë me maksimale, do thotë tepër të ulta që kanë. Edhe këtu natyrisht kanë qenë maksimale që janë regjistruar mas orës 6, se përndryshe para orës 6 mëngjesit kanë qenë temperaturat pak më të larta, po zakonisht temperatura maksimale mirët gjatë ditës. Ecim të slajdi jashëm, të shohim për pranverë, do thotë çush është situata. Pra ka pas një temperaturë mesatare për 11.5 gradë Celsius,
që është vetëm 1,2 gradë Celsius më e lartë prej vlera mesatare, nuk po besoj që mundet më radhit në pranverat më të ngrohta me këtë temperaturë, me sens se ka pas ende temperatura më të larta gjatë pranverës. Do të thotë 17,8 gradë Celsius është temperatura më e lartë ditore që u regjistruar me 15 mars, por natyrisht 19,8 me 2 maj. Edhe më e ulta është -1 gradë Celsius që është regjistruar me 18 mars edhe në fillim prillit 0 gradë Celsius që kemi pas. Fillimisht pranvera ka fillu, u duk që ka fillu me kogja një më të ngrohtë me temperatura më të larta që kanë përfshi marsin, po më pas, sidomos te prilli ka pas periudha më të ftofta, edhe mandej vjen edhe kjo periudhë diku 50 ditë dytë të prillit deri në 10 ditën e parë të muajit që ka pas temperatura pak më të larta, po mandej muaji kogja i ftoftë. Do thotë për 20 ditë gati temperaturat kanë qenë më të ulta. Sa i përket treshëna, për treshëna këtë pranverë jemi okay. Tamam janë vjues se për shemb vetëm 0,1 mm më pak në vlera mesatare, që do thotë mirë treshënat kanë qenë të mira, do thotë, nuk kanë mungu. Edhe pse ndoshta prilli ka mujt me pas ma pak treshëna diku për 8 mm, po përgjithësi me maj, me mars që ka pas pak më shumë treshëna, është rreth vlerave normale. Ditë me reshe i kemi 32, po përndryshe janë diku një 15 apo 16 ditë më pak për vlerave mesatare. Gjatë kësaj periudhe pranverore ka pas do të thotë rreshet borës ma shumëta janë regjistruar vetëm një, që është me 6 prill që i patëm ato rreshet, apo ndryshe mundet me qenë gjatë pranverës edhe deri në 8 ditë, do të thotë me rreshet të bore, po do të thotë këtë pranverë kemi pas vetëm një ditë. Si vlera më të larta do të thotë janë vetëm këto që janë regjistruar me 16 maj 19 mm dhe kjo me 26 prill dikun që kemi pas 10 mm dhe patjetër me 24 maj që i përmena pak më herët. Ecim tash të kthejmë kësaj jave, të shohim çka po ndodh. Pra një kupullë nxehtësisë po na krijohet bashkë përmbi Ballkan, kështu që i kemi temperaturat kogja të larta po parashihet mi pas gjatë kësaj jave. Me qenë se ajri më i ngrohtë po na depërton për Afrikës Veriore edhe për Mesdheut, tash gjatë këtyre ditëve të fundit vetëm kanë arrit temperaturat të larta. Madje Kasponja i patëm dikun deri në 21-22 gradë Celsius, edhe në pjesë të Francës kanë arrit temperatura kogja të larta mbi 30-35 gradë Celsius vende. Kështu që tash kjo nxehtësia po shtrihet për gjatë rajonit tonë edhe kemi pas temperaturat kogja si të larta. Çka është kupulla e nxehtësisë? Shkojmë te slajdi tjetër vetëm të shpjegojmë pak më detajisht çka do të thotë kupulla e nxehtësisë, pra ajri i nxehtë edhe i ndenjur, do të thotë që rrin për rreth kësaj kupulle, ngrihet do të thotë për shkak se lëvizjes konvektive që ajri i nxehtë ka, do të thotë në një farë mënyrë vlon prej toke, mundohet mu largu prej në pjesë më tepërme, mirë por shtypja e lartë, që do të thotë vendoset gjatë këtyre ditëve mbi vendin tonë, shtypja e lartë është si një lloj kapaku vepron edhe nuk e lën me dal jashtë kësaj fluske të nxehtësisë, edhe e kthen të poshtë mandej duke nxjesh ende më shumë ajrin e nxehtë, duke bërë ende edhe më të nxehtë, edhe mandej kjo mundet me nejt për një kohë gjatë, do thotë brenda për disa ditë mundet me mbet pranë sipërfaqes toksore, dhe kështu që i kemi mandej temperaturat edhe më të larta, do thotë nxehtësia vetëm akumulohet edhe më shumë. Shkojmë te trendi javor, të shohim do thotë më detajisht temperaturat, pra temperaturat për shihet që kanë më qenë tepër të larta. Kryesisht me diell poshtë parashihet moti non-stop gati në një farë mënyrë me thonë, edhe pse mundet me pas gjatë ditës vranësina që zhvillohen për shkak me qenë se është shumë nxehtë edhe që përmena ma herë do thotë ajri i nxehtë mundohet me ikë për sipërfaqes toksore në një farë mënyrë me shku përpjet, edhe në ato raste mundet mu kriju aty këtu ndonjë vranësi, kryesisht rreth visave malore, po përgjithësi po parashihet më i kthjellët. Erën aty kemi kryesisht për jugperëndimi, që do thotë këto masat e ngrohta po na vijnë prej Mesdheut të prej Afrikës
për Afrikës Veriore. Temperaturat maksimale sa po pritet me arrit është po ndryshojnë do të thotë prej dita ditës, po spaktën e kemi deri në 31-32 gradë Celsius. Pjesë vendit që mund për Prishtinë po flas për temperaturat që mundën me arrit, eventualisht deri në 33 gradë Celsius. Tu e shku ka fundjava ndoshta më shumë, edhe pse për momentin të premten ekziston mundësia që ndoshta me pas dikun aty këtu në pjesë të vendit, me pas zhvillimet vendësinave lokale që mundën me na dhonë edhe ndaj rrebesh. Edhe pse e kemi fest, do të thotë dita Kurban Bayramit, po mundet ndoshta ndaj shi pas dite me rob, pas ditore kështu. Në moment mendova çfarë fest të kemi me dem. Do të thotë mundet me pas diçka ndonjë rrebesh aty në ditëve, apo ndryshe temperaturat pra për mesin të larta, edhe minimale do të shënojnë rritje, i kemi prej 12 deri në 15 gradë Celsius minimale, kështu që temperatura tepër të ulta nuk po parashihet më pas. Edhe kjo spaktën, tash me qenë se ka një farë diferencë të madhe për vlera mesatare, kjo mundet vlerisht mu qujtë si valë nxehtësisë, do të thotë sidomos për ditës nesërme, me qenë se sot jam pak deri 28 gradë Celsius, po për ditës nesërme tamam e kemi një valë nxehtësie, me qenë se edhe po zgjat spaktën 5 deri në 6 ditë, pra deri në fund të javës deri dielën, po parashihen me qenë temperaturat kozat nalta mbi mesatare. Tu shku ka java ashme, mandej në bazë modeleve të ndryshme po ndryshon do thotë kjo këtu skenar, po mundet ndoshta me ra pak me pas një rrëmje më të lehtë afër mesatarëve deri në 28 apo 30 gradë Celsius. Sa për treshëna ka sinjale që ndoshta mundet jetë gjatë javës ashme me pas treshën, do thotë për modeleve të ndryshme. E ditën e premtë? Dita e premtë do thotë vetëm në Ansina? Mundet ndoshta pak një rrebesh për rreth bashkë në Prishtinë, ju. Ata që nuk I kanë qim mysafir. Po mundet me pas ndoshta pak me ndaj rrebesh, po mendoj orëve të pasdites. Kryesisht orëve të pasdites janë këtu rrebeshe, nëse munden mu zhvillu, me qenë se gjatë ditës akumulohet ajo nxehtësia edhe mandej ndaj vranësinë, eventualisht nëse ka far masat ftofta ajrore që kalojnë në rrethin, ato munden me jap mandej ato rreth mu zhvillu edhe me dhonë ndonjë rrebesh shiu orëve të pasdites. Vlen me përmend se ndoshta vene lokalisht, kryesisht pjesa Dugazinit, do thotë ajo pjesa rreth Suarekës, Ravecit që po I regjistrojnë temperaturat më të larta, ka gjosa ndoshta edhe deri në 35-36 gradë Celsius me regjistru temperatura, sidomos ditën e entë, tajten që po parashihen me qenë temperatura më të larta ose në fotjavë. Në Prishtinë kemi dikon deri në 32-33, eventualisht nëse mundet shkurtimisht deri në 34 gradë Celsius me arrit temperatura, po është tepër temperaturat të larta, edhe pse nuk janë diçka të jashtëzakonshme, ka pas do të thotë në fillim të shurit që janë regjistru këto temperatura, po tash vetëm nëse arrin temperatura më të larta deri në 35 është pak më herët. Me qenë se 35 gradë Celsius zakonisht regjistruhen në pjesën e dytë të shurit, po jo bashkë këtë në fillim. Shkojmë të slajdi tjetër, të shohim cilësinë e ajrit që kemi këtyne ditëve. Sa I përket grimcave të materjes timta, do të thotë PM2.5 apo PM10, e kemi ajrin kozat pasur në atë aspekt. Në shumicën e stacioneve tash, kur fillojnë këto valë të nxehtësisë edhe moti kryesisht me ikthjell kur është, pak më si një ndotës më kryesor parashitet të zoni sipërfaqësor, që ndoshta gjatë ditës mundet me arrit vlera edhe mesatare të ndotjes, po këto janë kryesisht të shkurta, do thotë, nuk janë fare të gjata, kështu që në përgjithësi po parashihet indeksi cilësisë ajrit me qenë vlerat pranueshme apo mesatare. Rreziku për pluhurit saharian nuk ekziston, do thotë s'ka mundësi për pluhurit saharian me depërtu mbi vendin tonë, eventualisht çka kam po kohëve të fundit, që në pjesë të Evropës po depërtojnë tymi për pyjeve që po kallen, që po digjen do të thotë në për Kanada, në bazë aty në gjetëstrimeve, rrymimeve ajrore, po munden me arrit edhe në pjesë të Evropës perëndimore, po ndoshta munden edhe mbi vendin tonë. S'paktën mund me pa vetëm pak qiellin si ma turbull.
Ecim të slajdi tjetër, e kemi rrezet ultraviolete. Këto duhet më rujt tash pak vjosë. Me qenë se kemi kryesisht motën me diell, dielluese të gjatë, rrezet ultraviolete do të thotë janë rreziku është pak më i lartë, do të thotë shumë më i lartë, do të thotë, kështu që kryesisht duhet me ikë dielluesi së orës 10 deri në 6 metrë. Orëve të mazitës mos më dal tepër me dielli, edhe kryesisht kë mbrojtje me përdor syze të diellit, mong më gjata me bajt durve dhe ndonjë kapele dhe kryesisht me lyp hije sa më shumë, që mos më nënzon diell se mundet me aroma se një dielli për kreje që thuj. Okej, shkojmë të slajdet tjera, tash të shohim trendet stinore, do thotë për gjatë muajit qershor, edhe përgjithësi muajve veror. Nëse se mundemi regjia të kemi slajdet tjera, do të thotë kemi trendet stinore në bazë Institutit Hidrometeorologjik të Suedisë. Ta po janë këgjësit sakt, kohëve të fundit, po ja qëllojnë me temperaturë relativisht mirë po janë. Për këtë qershor kam para pa do të thotë mbi vendin tonë me qenë dikun për 0.6 gradë Celsius qershori më i nxehtë. Po në përgjithësi po shihet probabilitetet janë të larta që ka me qenë qershori më i ngrohtë, po shihet shtrirja e këtyre zonave mbi rajon që janë tepër më të larta, sepse ndoshta paraqiten si zona të izoluar rreth Dugazhinit, probabilitetet me qenë më afër normaleve temperaturat, po këto janë tepër të izoluar, kështu që më mirë paraqish kjo pamja përgjithshme që po vrihet që është tepër kuq. Asaj përket treshëna, për treshëna që shuaj po paraqit më qenë pak më i varfën me treshëna, dikun për 10 deri në 15% me pas më pak treshëna, dhe janë probabilitetet dikun mesatare më të përhapura në rajon që do të thotë mundet me pas më pak treshëna. Kështu që qershori i ngrohtë duket tjetë me temperatura të shohim ndoshta pjesa e dytë e muajit mundet me qenë pak më e fladitshme, a për treshëna po duket ju edhe fort i pasur me treshëna. Ecim te korriku, me qenë se korriku duket që do të jetë edhe më i nxehtë. Temperaturat janë edhe për 1.3 gradë Celsius më të larta mesatare të mujore, edhe po shihet këtu sinjalet për temperatura më të larta mbi normale, probabiliteti është tepër më i lartë. Kështu që 1.3 gradë Celsius po e paraqet mbi vendin tonë temperaturat mesatare me qenë, a treshënat gati edhe 30% më pak treshëna. Do thotë korriku edhe më i thotë po duket që do të jetë me temperatura edhe më të larta mesatare mujore. Tash të shohim ndoshta në korrekt edhe i shohim ato temperatura deri në 38 gradë Celsius, të këshyrim ndoshta edhe në 40 që ne kënd mundet me dal vjos, sidomos pjesëve të Dugazhinit, po njëherë është larg ajo për me ditë sakt me temperaturë me parashiku. Shkojmë te gushti. Gushti do thotë muaji i fundit veror, e për gusht janë tash probabilitetet janë po mbesin ende larta, do thotë që do të jetë më i ngrohtë, po temperatura mesatare mujore nuk po duket që do të jetë. Shmangja është vetëm 0.3 gradë Celsius. Asaj përket treshëna fillojnë më paraqit do sinjale që mundet me pas një probabilitet tullt apo mesatar mbi normale në pjesë të rajonit, kështu që ndoshta mundet me rreth gushtit me pas pak më shumë ato stuhi që munden më zhvillu, stuhi pranverore, rrebeshe, bubullima, ndaj breshën aty këtu. Po sasia treshëna po duket që është pak më ulët, dikun për 10% pi mesatarës mujore. Por në përgjithësi vera po duket që do të jetë më e nxehtë në një farë mënyrë, ndoshta jo si e vitit kalum, asaj përket treshëna po duket që kogja e thotë për momentin po na del vera. Më nxehtë se vitin e kalum? Jo, ndoshta edhe shumë vjos. Po shpresoj mos më qenë sikur vitin e kalum, me qenë se kemi pas ato valë të nxehtit kogja gjata, po këtë me pas temperatura ma afër normale, po korriku, që shë po më herët korriku, me siguri që ka me qenë, i ka temperaturat e larta, po ndoshta jo me regjistruar në temperaturë rekorde. Edhe për fund vjos, shkojmë edhe një slajd tjetër të shohim. Kjo është veç një model që ka po na paraqet javën ardhshme. Veç kështu këtu në ngjyrat e kafta që shpëgrumullohen për mi vendin tonë, kjo do të thonë temperatura edhe për 10-15 gradë Celsius më të larta mbi vendin tonë që mundën me arrit, pra pi mesatarës do të thotë që
nëse shohim në ato të vlerat ekstreme, nështë edhe deri në 35-36 gradë Celsius mund me pa javën ashme pjesën e dytë javës. Finisht me i hap pishinat. Bashkë. Mirë, po kjo është vetëm një model. Mundet me ndryshu, se është tepër kohë e gjatë, do thotë për javën e ardhshme me parashiku saktë çka mundet me ndodh, po gjatë mbrëmjes kalume do thotë ke modeli i fundit për qendrës parashikimeve fatmesme evropiane që jep këtë farë skenari, po në përgjithësi do thotë kjo kupole e nxehtësisë që e përmenda më herët, ka gjasa ndoshta mundet edhe më shumë u zhvillu gjatë javës sashme, po kjo është vetëm një skenar. Tash e shohim gjatë javës çish po zhvillohet kjo mundësi, edhe mandej shohim paraqitje të tjera edhe të mendimi për motin, po edhe në emisionin e pasditës të Kosova Live, e shohim mandej çka po pritet për javën e ardhshme, apo mbetet kjo mundësi, apo vetëm është një skenar i thjeshtë që vetëm u paraqit për një moment, edhe javën tjetër më së ndryshon. Po për këtë javë, just u nërshmuat i ma vënd. Ma në fund. Ta e kalu ma të ftoftin e mojit. Po duke që s'ka me u këthy mo. Jo, jo. Okej, tash du të me marrë seriozisht këtë thirrjen me i hek ato rrobat e trasha edhe Po, me ja tash më. Jo, këtë ma në fund muj me këthy në për hormona. Faleminderit shumë Edem, për gjitha detajet. Zakonisht, i tek natësi. Faleminderit.